Hyrja në vitin 2026 u solli tetovarëve dhe çmimore të re për kyçjen e banesave në ujësjellës dhe kanalizim. Vendimi u soll në seancën e fundit të Këshillit Komunal. Drejtori i Ndërmarrjes Publike Komunale Sharri arsyeton vendimin duke thënë se për kyçje në ujësjellës kanalizim, banesat kanë pasur të njëjtin çmim me atë të shtëpive, ndërsa me çmimorën e re, pronarët e banesave do të duhet të paguajnë për çdo banesë dhe të njëjtit do të kenë edhe matës. Në qoftë se një qytetar për një shtëpi ka paguar për ujë dhe kanalizim diku te 800-900 euro, një ndërtesë ka paguar vetëm për kyçjen e ujësjellës 1500 euro dhe 1500 euro ka paguar për kanalizim që i ka ardhur diku te 3000 euro. Do duhet të paguajnë për secilën banesë veçme, si paguhet për shtëpi individuale, do duhet edhe për banesat, por do duhet të paguajnë edhe një taksë e cila do të vendohet aty edhe një ujmatës kontrolluese dhe para atë do të duhet të paguajnë. Pasi Tetova ka qenë qyteti i vetëm që nuk e ka pasur këtë çmimore, të gjithë qytetet tjera e kanë këtë çmimore, vetëm Tetova ka qenë anashkaluar te kjo pjesë. Opozita në Këshillin Komunal e sheh vendimin si të padrejtë, pasi sipas tyre qyteti as nuk ka ujë të mjaftueshëm për pije, e madje as nuk është cilësor. Ata kanë në vitin 2026 kanë planifikuar vendosjen e mbi 9.000 orë matësve të ujit në Tetov. Vendosja e orë matësve të ujit në Tetov është e papranueshme për ne, përderisa qytetarët nuk kanë ujë të pishëm. Jemi në një situatë absurde, po matën dhe do të faturohen qytetarët për një shërbim që realisht mungon. Para çdo aparati, komuna duhet të sigurojë furnizim të vazhdueshëm dhe cilësor me ujë, pa ujë ormacit janë vetëm një barë shtesë për qytetarët dhe një dështim i qartë i pushtetit lokal. Komuna e Tetovës ka paralajmëruar se do të ndërtohet edhe një rrjet i ri ujësjellësit, ndërsa kryetari Bilal Kasami deri më tani as e ka mohuar e as nuk e ka puhuar se planifikon që shpërndarjen e ujësjellësit ta jep me koncesion.